nas. Dhe vjen Zoti sot të na pyes nëse e duam me të vërtet. Këtu shohim se u bën pyetje 3 herë. I pyeti me 3 do të thonim shpjegime të ndryshme dhe me 3 përgjigje të ndryshme. Këtë moment, atë që unë përjetova dhe ajo që ka hyrë në zemrën time dhe në mendjen time, është se e dua me të vërtet Krishtin, duke e lënë t'i lirë të gjitha prangat që më mbajnë këtu në tokë që ta dua Zotin me të vërtet. A e duam Krishtin kështu që të mos shohim rreth e qark, por të shohim vetëm për në qiell dhe ta falenderojmë për atë që ka bërë në jetën tonë? A ka me të vërtet dashuri të vërtet në zemrën tonë për Zotin? Ose cilat janë ato pranga që na mbajnë që të mos e duam? Vim dhe flasim për të përditshmën tonë që ka shumë gjëra. Mbase dikush do ta dëgjoje pak të habitshme atë që do të them. Apo dikush tjetër mund të thotë se dua familjen time më shumë se Krishtin. Kam fëmijët e mi, kam gruan time, kam motrën, vëllezërit, prindërit dhe shoh ato. Por Zoti vjen dhe thot, lëri të gjitha dhe më ndiq. Më don me të vërtet të më ndjekësh plotësisht. Unë do t'i marr përsipër gjithçka që ke në jetën tënde. Ke në jetën tënde për shembull punën që ke, karrierën tënde, mendimet e tua apo shumë gjëra. Vallë, çfarë përkushton tek Krishti? Përkushton profesionin tënd se sa më shumë të mbledhesh, apo jetën tënde që ta duash dhe të jesh mirënjohës ndaj tij? Ke në jetën tënde hobin tënd, ato që të pëlqejnë, për shembull makinën tënde, të shohësh futboll, të dëgjosh muzikë apo të shohësh filma. Pra, ç'është ajo që përkushton tek Zoti? E flijon jetën tënde personale tek Krishti që ti tregosh atij dashurinë tënde. Nëse je dashuruar me një vajzë, në atë moment, edhe në qoftë se luante skuadra jote, do ta mbyllje televizorin, do mbyllje kompjuterin dhe do të shkoje ta gjeje dhe të pish një kafe me te dhe le të ishit larg njëri tjetrit. Por për Krishtin, a është diçka që e bën? A është diçka që i tregon dashurinë tënde duke e lënë atë që bën? Dhe vjen pyetja dhe të thot, a më don? Dhe i thua të dua. Atëherë, cila është përparësia jote këtu? Është përparësia jote familja jote apo unë, thot Zoti? Dhe vjen shprehja dhe të pyet, a më don? Dhe i thua po të dua. Vallë, a e lën punën tënde dhe në kohë të dytë vën Krishtin? Thua të dua o Zot. Ma trego dashurinë. Dhe tani shkojmë tek pyetja e tretë, që pyet, më don? Dhe këtu vjen dhe thua, o Zot, ti e din se unë të dua. Këtu vazhdon dhe bëhet çështja pak më mirë, sepse ti vjen dhe kupton se nuk e don 100%. Dhe nga që nuk e don 100%, atëherë thua, o Zot, ti e din se të dua, por ndihmom në dobësinë time, në mënyrë që të dua plotësisht. Dhe këtu është ajo që vjen me të vërtet Krishti dhe të ndihmon. Dhe do t'ju sjellë disa shembuj që ishin në jetën time që i kam përjetuar. Kemi mendime, gjëra të cilat na pëlqejnë dhe që duam t'i bëjmë. Dhe vjen armiku në një moment të vështirë dhe të thotë, çfarë të pëlqen shumë? Jap një shembull të rastësishëm. Të shoh ndeshjen e basketbollit që loz skuadra ime, por nuk munda kurrë të shkoj atje. Dhe të vjen një njeri afër dhe të thotë, një bashkëpunëtor për shembull, dhe të thotë të jap dhurat biletën që të kesh vendin më të mirë, vendin e parë, domethënë, të stadiumit që të shkosh ta shohësh. Dëgjova një dëshmi këtë, pra të e them. Kur është të ejtën në orën 8:30, shumë bukur. Tani do ta bëj një film, do të shkoj të shoh këtë ndeshje të basketbollit. Dhe në atë moment e ndjen se diçka lën pas. Sepse ke parë një film të tillë, të ngjashëm, që thotë s'është nevoja të shkoj në kish, por
punoj, do të bëj 4 punë në ditë, përse sepse duhet në verë të shkoj për pushime në Amerikë, në për Krishtlindje do të shkoj në Tajlandi, të mos shkoj edhe për Pashkë, për shembull në Kinë. Këto shpenzime që ti mbuloj, do të bëj edhe 2 punë të tjera që s'ishte nevoja t'i bëja, por duhet t'i bëj, se dua të bëj këto udhime. Atëherë pra kam vënë atë që më pëlqen mua, atë që dua unë të jetoj më mirë mbi Krishtin. Dhe tani vjen dhe të pyet për të tretën herë, a më don? Dhe ti thua, ti e din o Zot se të dua. Dhe vjen Zoti që i tregon, i jep mundësinë të të ndihmoj në mënyrë që ta duash, dhe aty ku vjen armiku dhe të jep gotën me ujë ta pish dhe të bësh atë që po ta bësh e lën në rang tjetër Krishtin, vjen dhe të thot, ja shif këtu ka problem. Po e bëre me humb mua. Po e bëre largohesh nga prania ime. Dhe vjen Perëndia nga që shef se në thellësitë e zemrës sate nuk do ta humbasësh Krishtin, vjen dhe krijon gjendje që të frenoj atë moment që ti je gati të hidhesh për në gremin. Dhe të thot, s'kam për të lënë të shkosh në breg të greminës, sepse akoma brenda teje ka shpresë. Ka shpresën e dashurisë ndaj fytyrës time. Nëse e lëm të lirë Zotin në jetën tonë dhe lutja jon është që të themi, Zot, bëj që të mos humbas kurrë, të mos më humbin vitet që kam në jetën time dhe i kam përkushtuar tek ti pavarësisht nga gabimet e mia, s'ka për të na lënë Krishti. E dini pse? Sepse na ka dashur i pari dhe na jep dashurinë e tij që ta ndjejmë dhe me këtë ngrohtësi të tij të mund ta duam edhe ne. Dhe kështu sa herë që unë le në të përditshmën time, hobin tim, punën time, apo gjërat që i dua dhe janë problem që të më pengojnë të dua Krishtin 100%, kur kjo vjen përpara meje më sjell gjendje dhe më thot, lëre, më jep dashurinë tënde mua që të mbushi dhe të gëzohesh. Dhe këtu vazhdojmë dhe kemi një betejë me veten tonë dhe themi, por dhe vazhdojnë problemet, dhe këtu shohim se nuk e don 100%, sepse po ta doje 100%, që të pish një kafe dhe të shohësh futbollin tënd, nuk do të shkoje për atë kafe. Do të thoje, do të shkoj në kishë të lutem dhe të dëgjoj predikimin, do të shkoj të më flasësh o Zot. Do të vi në shtëpinë time dhe dua të më flasësh, sepse dua të ndjej dashurinë tënde, se jam i dashuruar me Jezu Krishtin. Dhe dua ta ndjej Krishtin në jetën time të më flas për ditë. Dhe jo një herë për 15 ditë apo një herë në të dielën kur të shkoj të marr bukën dhe gjakun. Lere nëse më don apo më lër të dua që të ndihmoj të heqish nga brenda teje ato që të pengojnë të më duash, në mënyrë që të më ndjesh edhe mua se sa të dua, por edhe të mbushet zemra jote me dashurinë time. Vi dhe trokas derën e zemrës tënde dhe të kërkoj të hapësh derën tënde që të hyj brenda drita, dhe drita të nxej, të ngroh, flaka që vjen nga Krishti nëpërmjet frymës të shenjtë, në mënyrë që të ngrohet qenja jote. Dhe në atë moment thua, hajde ta provoj, të mundohem. Dhe vjen dhe të troket dikush derën dhe të thot, e mirë mër, mundohu ti, mirë bën, por unë tani unë mund të ofroj edhe këtë që don. Dhe vazhdojnë problemet. Duhet pra të mundohemi që të lëm në stat të dytë të gjitha idhujt e jetës tonë, idhujt e zemrës tonë. Ka në zemrën tonë shumë idhuj, dhe këto idhuj janë që ekzistojnë. Mund të jetë shumë përqeshëse tash thuash se e bëra idhull gruan apo djalin apo fëmijën tënd përfundimisht. Apo është idhull puna ime, makina ime, apo ecja që bëjnë në mëngjes, mund të mos e hapi shkrimin të lexoj një paragraf në Bibël për 6 muaj me radhë ndoshta, apo çfarë të dëgjoj vetëm nga tribuna. Dhe nëse nuk bëhet kjo dhe nuk ndodh kjo në jetën time, atëherë në të vërtetën nuk pranojmë që të heqim idhullin e parë. Pra,
që të kuptojë njeriu se ka problem, duhet që ta kuptojë se e ka problemin. Dhe kështu vazhdojmë dhe shohim. Shohim rreth e qarknesh se ka idhuj. Dhe ç'është ajo që është idhull? Të gjitha janë idhull. Të gjitha ato që i duam dhe që i adhurojmë çdo ditë, akoma dhe gjën më të thjeshtë, se duhet kur të zgjohem në mëngjes të marr telefonin tim, të hapi, të shoh nëse kam një mesazh. Është domosdoshme në 8 të mëngjesit që hap sytë tu të marrësh telefonin së pari dhe të shohësh mesazhes. Dhe këtë e them për mua, sepse e bëj dhe duhet të hiqet edhe kjo nga mua. Dhe duhet, sepse duke hapur telefonin, për 10 minuta do të kaloj koha dhe do të thuash mbeta u vënova për të vajtur në punë dhe mbetesh pa u lutur. Dhe vjen e përditshmja dhe të pyet Zoti, a më don? Dhe thua, po Zot, të dua. Po, por ku? Dhe si? Dhe kërkoj të gjej se si e dua Krishtin. Dhe shoh rreth e qarkmejet dhe shohim se si e mbushim kohën tonë. Dhe vim dhe themi tani dhe vazhdojnë shfaqsimet. Po, por ti që më pyet nëse të dua, ka ndodhur kjo gjë në kishë dhe unë kisha të drejtë. Më mërziti shumë një person dhe kam të drejtë të ndaloj për pak kohë në mënyrë që të qetësohem dhe të bëj atë tjetrën që dua. Do të shkoj për pushime për një muaj në mënyrë që të qetësohet, nuk i doroj dot më ato atje. Dhe aty e kam përjetuar këtë, të më vijë mendim i tillë. Dhe babai im më kishte bërë një pyetje kur isha shumë i vogël, dhe kjo pyetje nuk mund të hiqet nga mendja ime. Isha skandalizuar në kishë me një çështje dhe duke ikur me makinë në shtëpi me babain, kthehet dhe më thot, nëse don të ndalojmë të mos shkojmë në kishë, ndalojmë nesër. Kjo është gjëja më e kollajt. Por tani më për kë shkon në kishë? Shkon në kishë për vëllain që të ka mërzitur me sjelljen e tij apo shkon për Krishtin? Nëse i veçojmë gjërat se për çfarë shkojmë në kishë dhe se kë shkojmë të adhurojmë, atëherë do të kuptojmë se nuk më intereson faji i vëllait apo i motrës. Le që ne shkojmë për t'i thënë të falenderit o Zot që më ka dashur i pari. Dhe kur t'i jap falenderimin tim se më ka dashur ai i pari, vjen një shigjet e zjarrt e dashurisë të Krishtit në zemrën time dhe aq sa mundohem dhe luftoj duke e marrë trupin tim me gjitha vështirësitë që kaloj në jetën time dhe për të ardhur këtu në kishë dhe për të thënë o Zot, erdha për të të thënë falenderit, pavarësisht se si jam në këtë moment në jetën time, në atë moment Krishti thotë se unë s'kam për të lënë. Shikimi im s'ka për të ikur prej teje, sepse të kam dashur, paguajta me gjakun tim në kryq të Golgotës dhe jam këtu për ty të të mbaj dhe të ngrej në këmbë që të mundesh të ecësh. Dhe dua të bëj të njohur sot se unë akoma të dua. Nëse ti më don dhe më thua se Zot ti e di se të dua, por ndihmom në dobësinë time, atëherë unë do të vi tek ti dhe kam për të ngritur dhe për të ndihmuar të ecësh dhe të ndjesh dashurinë time. Pra duhet të kuptojmë se dashuria jonë ndaj Krishtit buron, sepse kemi ndier dashurinë e tij të parë dhe dashuria e tij është e pafund. Kur në jetën time ekziston një njeri që e simpatizoj, bëj gjëra që dhe me do mos që ti tregoj edhe unë respektin tim ndaj tij. Dhe nganjëherë bëj më shumë gjëra që duhet të bërë për të treguar dashurinë time. Dhe një moment pres të ketë edhe dashuri për mua. Ka ardhur Krishti dhe të ka ofruar dhuratën më të madhe, të ka dhënë frymën e shenjtë dhe jetën e përjetshme. Dhe thot, unë të jap pa ndërprerje dhe pres nga jeta jote një gjë të vogël. Lëra atë skuadër të futbollit që shef sot dhe ja të dëgjosh predikimin, ose lutu tek unë për të më thënë faleminderit. Nuk pres që të bësh në jetën tënde të shkosh të kryqëzohesh në kryq për mua që të derdhet gjaku yt, sepse në jetën tonë nuk është që të jetojmë me kushte të tilla sikur se jetonin vëllezërit atëherë, sepse ato që i përndiqnin për krishterimin të krishterë ishin. Por ne do ta themi me një
ne jetojmë më thjesht, më qetë, han, pin, nuk është që të ndjek dikush të rrafe për Krishtin të hash dru. Tani në qoftë se themi se në kish të premten kemi kish, ashtu sikur se kemi për herë, do të vazhdojmë të numërojmë njerëzit, do të jemi të diellën jemi plot. Përse? Sepse dhe më thënë duhet të marrim në jetën tonë dhe të pyesim jam i krishter apo nuk jam i krishter. Më pëlqen krishterimi që përjetoj apo duhet të ha dru që të jemi krishter. Dhe vjen Krishti dhe të thot të jap liri të plot. Për këto vite që kanë kaluar, që nga kryqëzimi i Krishtit është dhënë kaq liri dhe nuk ka përndjekje të krishterëve. Ti çfarë bën? A e lën televizorin që të shkosh në kish? Ti japish Krishtit një dashuri të vogël, se e lash pak jetën time personale dhe vajta për të treguar se të dua. Bëje për atë që mundesh. Merre trupin tënd dhe sille këtu tek tempulli i Perëndis, që të japësh flijimin tënd bashkë me ose falenderimin tënd në qiell. Dhe thua Zot, erdha sot për të thënë faleminderit. Sepse sot në mëngjes sikur po jepja makinës mund të isha korromboluar. Nuk do të harroj kur isha në adoleshent se duhet të vlerësoj gjërat e vogla që bëhen në jetën time dhe nuk e kuptoja. Do me thënë në një pikë të tillë saqë për një muaj të tërheq një paragraf të njëjtë dhe të mos e kuptoja atë paragraf që tërhiqja. Dhe lutesha dhe theja, o Zot, që të ma thuash për ditë këte, të lutem me bën që ta kuptoj. Dhe isha mësuar, isha vetëm në shtëpi kur u zgjohesha në mëngjes dhe thoja mirëmëngjes o Zot. Dhe në atë moment dëgjoj. U zgjove sot. E dini se sa nuk janë zgjuar sot? Dhe them po, me të vërtet. Shumë flenë, shtrien të flenë dhe ikun në gjumë, nuk zgjohen në mëngjes. Ditën tjetër pastaj. Them mirëmëngjes i Zot. Ngri kadal hapi atë dhe sa po ngritën e këmbë të eci, më thot, a e din se sa janë që nuk ecin? Shkoj ditën tjetër për të shku në shkollë dhe shoh djathas që të kaloj rrugën, nuk kalon makinë. E shef se është rruga bosh dhe vazhdoj të këpus rrugën. Në mes të rrugës, një dorë më kap dhe më vendos përsëri në trotuar. Dhe kaloj për paramet një taksi. Ma nuk kishte makinë, thash. Kaloj në anën tjetër dhe e njëjta gjë përsëri. Dhe them ma çfarë bëj? Dhe dëgjoj. E din se unë të ruaj në rrugë kur të kalosh nga njëri trotuar në tjetrin. Pra është kjo e përditshmja dhe kaq e thjesht që eci dhe jetoj. Kaq e thjesht që marr frym apo se shkoj në punën time pa pësuar asgjë. Dhe kjo është dashuria e madhe e Krishtit që tregon ndaj nesh tek njeriu për të kuptuar njeriu se Perëndia është shpëtimtari i tij dhe e mbrën. Dhe të pyet përsëri, a më don? Si ma tregon dashurinë tënde? Qoftë një faleminderit në gjatë ditës a ma thua. Kur sot në mëngjes u zgjova dhe dëgjova këtë pyetje, pavarësisht në çfarë gjendje frymërore ka gjithë secili, pavarësisht se si jemi, është gjë e madhe të përgjigjesh me ndërgjegje të pastër dhe t'i thuash fjalën të dua o Zot. Janë dy fjalë që nuk thuhen kollaj. Fjala
më fal dhe fjala të dua. Vetëm nëse dikush është që luan teatr, domethënë nuk e thot me hipokrizi. Janë fjalët më të vështira që të dalin nga goja e njeriut, fjala më fal dhe fjala të dua. Që ti them pra unë Zotit të dua dhe të mos ketë kuptim, këtë Zoti e kupton. Krishti e din të vërtetën dhe është e vërteta. Kur ti thua një diçka që nuk është e vërtet, ai e kupton. Dhe kur ja thua me të vërtet, atëherë kështu vetë Perëndia e ndjen dashurinë tënde ndaj tij. Dhe për atë moment që ti thua të dua, dhe kur ti thuash Zot të falemderit dhe të dua, atëherë vjen fryma e shenjtë dhe mbushesh me frymë të shenjtë. Dhe kështu kupton se çfarë bëhet në jetën tënde. Dhe ndjen dashuri të dyfisht nga kur të ruajtin nga rreziku që ishe. Pra janë kaq shumë gjëra në jetën tonë që janë idhull përpara Krishtit dhe Perëndis, që duhet t'i shohim se si duhet të hiqen ato idhuj nga ne për të treguar dashurinë tonë të vërtet dhe të përgjigjemi me ndërgjegje të pastër në pyetjen kur të pyet nëse e don. Zoti të na bekoj, të bekoj edhe pjesën tjetër